mungojnë shumë të tjerë, madje protagonistët e vërtet ku nuk e fus vetën, absolutisht, mungojnë. Dhe ka një lloj, edhe këtu, një lloj monopolizimi të historisë nga një individ. Shiko, njeriu kur bën në analizë, jo thjesht për situatën politike, por për gjithçka, duhet ta kthej kokën mbrapa. Duhet bëjë një analizë retrospektiv. Pra është njësoj sikur për ta thjeshtuar bisedën, sikur të marrim konsiderat një klub të madh futbolli dhe të mos marrim në konsiderat ata që e kanë sjell këtë klub, që të ketë një emër të madh. Duket sikur nuk ka histori. Dhe kjo është për të ardhur keq, nuk është problemi tek një individ. Ku isha unë dhe ku jam unë. Problemi është që protagonist real të asaj lëvizje kanë qenë studentët dhe nuk shef askënd prej tyre.